Çdo përvjetor i rënjës sërish sjell në kujtesë ditët të luftës kur shumë të rinj lanë familjet dhe gjithçka kishin për t'u bashkuar luftës për liri. Në mesin e tyre ishin edhe Elton Zherka, Bekim Berisha Abeja dhe Përmet Vula. Rrugtimi i tyre u ndërprej në ditët të luftës, por emrat mbetën pjesë kujtesës së atyre që i njohën dhe historisë së Kosovës. Gushti i shënon përvjetorin e rënjës së tyre. Familjarët dhe bashkëluftëtarët rikthejnë kujtimet për ditët kur i kishin për betejat, sakrificat dhe momentet e fundit para se gjithçka të ndryshonte. Elton Zherka, Bekim Berisha dhe Përmet Vula nuk janë vetëm emra të një historie të kaluar. Ata mbetën pjesë e kujtesës kolektive, ndërsa përvjetori i rënjës së tyre është një moment për të kujtuar sakrificën dhe për t'u përcjell brezave historinë e atyre që dhanë jetën për liri. Gushti i vitit 1998 gjeti Uniku në një nga përballjet më të ashpra të luftës në Kosovë. Në këtë betejë u dalluan shumë luftëtar, por 10 gushti i vitit 98 do të mbetej përgjithmonë në historinë e Unikut pasi ran Bekim Berisha Abeja, Elton Zherka dhe Përmet Vula, bashkë me bashkëluftëtar të tjerë. Bekim Berisha Abeja ishte një luftëtar me përvojë të fituar në 3 luftra. Kishte luftuar në Kroaci e Bosnjë, ndërsa në Kosovë bashkua UÇK-s. Elton Zherka ishte një nga luftëtarët që qëndroi në mbrojtje të Unikut deri në momentet e fundit. Përmet Vula, po ashtu një nga luftëtarët të rënë në atë betejë, e ndau fatin e tij me bashkëluftëtarët në ditët vendimtare të mbrojtjes së Unikut. Kujtojmë se lufta, beteja dhe frontet në Gjakob identifikohen me Eltonin, Përmetin dhe shumë të tjerë që shënuan historinë e vendit.